Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar raportet financiare të partive parlamentare për periudhën tetor-dhjetor 2025, duke zbuluar shpenzimet në 3 mujorin e fundit të vitit. Sipas të dhënave zyrtare, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar shpenzime mbi 1.263.000 euro. E kjo shumë ka të i kaluar të ndjeshëm buxhetin 3 mujor të planifikuar për rreth 550.000 euro. Ku saktësisht raporti thotë se kjo parti ka shpenzuar 712.573 euro më shumë se sa buxheti parapar. Pjesa më e madhe këtyre mjeteve ka shkuar për mallra dhe shërbime me mbi 1 milion, derisa për paga janë shpenzuar rreth 220.000 euro. Raporti tregon po ashtu edhe shpenzime të tjera ku përfshihen mbi 21.000 euro për udhëtime brenda vendit, rreth 18.000 euro për telekomunikim dhe afër 92.000 euro për karburante. Një shifër që bie në sy është ajo për ushqim dhe pije, ku shpenzuan mbi 272.000 euro. Ndërkohë për marketing janë shpenzuar më shumë se 311.000 euro. Shifrat e publikuara tregojnë se shpenzimet kanë qenë dukshëm më të larta se buxheti planifikuar. E tërë kjo situatë kërkon sqarime dhe transparencë më të madhe.